Anthony Elanga ishte i përfshirë në një moment të tensionuar në tunel pas humbjes së Suedisë ndaj Kosovës. Të hënën në mbrëmje, Suedia posoi një humbje 1-0 nga Kosova në ndeshjen kualifikuese për Kupën e Botës, që u zhvillua në stadiumin Ullevi në Göteborg në shtëpinë e tyre. Ky rezultat shënon humbjen e tretë radhas si për kombëtaren suedeze dhe bën të pamundur sigurimin e kualifikimit direkt për Kupën e Botës 2026, ndërkohë që vendi në fazën e play-offit nuk është as pak i sigurt. Aktualisht, Suedia ndodhet në fund të grupit me vetëm një pikë nga 4 ndeshje, ndërsa kryesuesit e grupit Zvicra kanë 10 pikë, Kosova është 7 dhe Slovenia 3. Duket se kjo periudhë e errët të rezultateve ka ndikuar shumë edhe te Anthony Elanga, i cili raportohet se është dëgjuar duke bërtitur nga nervozizmi në tunelin e stadiumit pas humbjes së Kosovës. Më pak se 24 orë pas humbjes nga Kosova, Federata Suedeze e Futbollit konfirmoi shkarkimin e përzgjedhësit Jon Dahl Tomasson, por nuk është vetëm Tomasson që është i zhgënjur nga ky rezultat, pasi një raport i radio suedeze, Radio Sporten, zbuloi se Elanga është dëgjuar duke bërtitur ndaj shokëve të tij të skuadrës në tunelin e stadiumit pas humbjes së të martës. Gazetari Jonas Enarsson pretendon se ka dëgjuar yllin e Newcastle United, duke thënë: "Sistemi i mallkuar duhet të largohet, ndër të tjera gjatë qëndrimit në tunel." Pavarësisht se ka pasur një fillim të shkëlqyer me Newcastle United, Elanga ishte vendosur në stol për ndeshjen ndaj Kosovës, një vendim që ai vetë pranoi më vonë se e kishte të vështirë ta pranonte. Është frustruese, si futbollist gjithmonë do të luash, unë isha plotësisht i shëndetshëm, kishte thënë ish ylli Manchester United.